caktonte datën e zgjedhjes. Pra data dieshin. Dhe ai e caktoi, pra e përputhi në datën 11, kur mund ta kishte bërë fare mirë në datë 4, brenda ligjit ishte, por bëri datën 11, në ato kohë kur zhvillohet Xhiro dhe bëhet marketing për qeverinë nga ana e pranisë së Xhiros Italistu, dhe për më tepër të krijon probleme në atë që quhet një standard i votës, sepse ti qarkun e Vlorës e ke shtyr zgjedhjet deri në orën 22, vetëm për këtë gjë. Pra, qarku i Vlorës do i mbaroj zgjedhjet më vonë se sa qarqet e tjera, pikërisht për këtë fakt. Pra, ke prishur në një farë mënyrë standardin e zgjedhjeve që të gjithë jenë të barabartë. E dyta punës se kanë prishur standardin e zgjedhjeve me mënyrën se si është zgjedhur të votohet në diaspora, votimi me postë. Ka një arsye pse në Shqipëri, dhe u përmend nga Leonardi që parë, domethënë kjo frika e shantazhimeve etj. Ka një arsye pse në Shqipëri nuk lejohet fotografimi i votës. Nuk lejohet sepse ne e dimë që bëhet presion të vota etj. Ligji parashikon që ti nuk duhet të votosh fletën, të fotografosh fletën e votimit, të kontrollon QV-ja, bile sot vajta dhe morën celularin, më thanë kujdes celularin, lijem një anë, celularin që ke, ma kërkuan në qendër votimit. Dhe kjo ishte për mua që unë jam shtetas shqiptar që jetojnë në Shqipëri. Për ata të cilët janë në diasporë të ka vajtur Zarfi, për ata nuk dihet fare se kush voton. Pra Zarfi mund të shkojë te ty, po voton ti, a voton kalamuni jot, a voton gruaja jote, a voton dikush një tjetër. A ti e fotografon atë dhe ja çon dikujt që e ka shit e ke bler. Pra, është e pamundur të monitorohet kjo gjë. Dhe për ata që vota avokat. Dhe këtu janë rreth 200.000 vota. Për 200.000 vota. Dhe ky është një standard i dyfisht, ndryshe për shtetet shqiptar që jetojnë në Republikën e Shqipërisë, të cilët monitorohen dhe ndiqen etj, dhe ndryshe për shtetet që jetojnë jashtë. Atëherë, nëse ti do të thuash votimi me postë, hajde bëjmë votimin për postë për gjithë. Unë duke jetuar në Tiranë, unë të kërkoj KQZ-s, ma sill te shtëpia se ta nis dhe unë me postë. Ky do ishte trajtimi barabartë i shtetasve. Duke vepruar në këtë mënyrë, të dyja partitë që votuan këtë mënyrë votimi e kanë prishur këtë standard zgjedhjesh. Një tjetër standard zgjedhjes që unë mendoj që është prishur është fakti që është tallje me ligjin. Domethënë ti ke parti të cilët tek lista e mbyllur fusin kushrin, xhaja, halla etj. Me idenë që ne po luftojmë sistemin. Është një zgjidhje ligjore, po praktikisht është tallje me ligjin. E kam mendrit pikë të rëndësishme këtë diskutimin për partitë e vogla me ty personalisht që ke qenë edhe si thua një nga nënkryetari i Partisë Libra. Po para se dal këtu avokat, tani flasim për Silvio Gonzaton, ambasadorin e BE-s. Ka dhënë një deklaratë. Zgjedhje sot me tepër të rëndësishme për Shqipërinë. Ambasadori i BE-s, Silvio Gonzato, deklaron se po bëj një vëzhgim zgjedhor, kishim informacione edhe për bandat. Unë doja të takohesha me SPAK për të parë punën që po bëjnë, po vëzhgoj se si po ecën puna e bashkëpunimit mes institucione për mbarvajtjen e zgjedhjeve në Shqipëri. Marrëveshja e bashkëpunimit institucional po ecën mirë. Incidentet do të hetohen nga institucionet e vendit. Erdha në Fier që mos të mbetem në Tiranë. Isha në Durrës sepse kishe informacione për bandat. Kishe informacione për bandat edhe në Fier, prandaj erdha këtu. Pra, si mund ta lexojmë Endri këtë deklaratë Silvio Gonzatos në kuptimin e një mesazhi që po jep, po themi sepse në mungesë të një ambasadori në Shtetet e Bashkuara të ambasadës amerikane, i vetmi zëdhënës i perëndimit Shqipëri mbetet Bashkimi Evropian, në rastin konkret ambasadori Gonzato. Si e vlerëson në lidhje me punën në ndërinstitucionale, e vlerësoi si të mirë, incidentet tha do hetohen më pas. Çfarë do thotë kjo? Sigurisht kemi informacione edhe për bandat, prandaj shkuam në Durrës, prandaj shkuam edhe në Fier. Okej. Tani ke qef ta lexosh domethënë diplomatikisht apo realisht? Si duash ti, edhe diplomatikisht dhe realisht. Diplomatikisht është ashtu siç thot ai. As mish, as peshk. Pra, as me krip, as me sheqer. As mish, as peshk. Po, as mish, as peshk. Si e lexon këtë pjesën me SPAK-un që thot. Po, okay. Domethënë thot nga njëra anë thot banda, se e përmend ai fjalën banda. Po, shkuam në Durrës se kishim informacion për bandat, aktivitet bandave, edhe në Fier erdhëm.
për shkak të këtij pra informacioni. sipas ambasadorit të BE-s, këtu ka banda që marrin pjesë në zgjedhje. Së ndryshe nuk e përmendaj fjalën banda aty. Dhe sipas po ambasadorit BE-s, këtu duket që gjërat po shkojnë mirë dhe SPAK-u apo institucionet shqiptare duhet të jetojnë më vonë. Pse këtë kështu e lexoj. Çfarë lexove ti? Gjërat po shkojnë mirë. Jo, unë dua si e lexon Po ti. unë po merrem Ti je ekspert. Po Dhe unë po unë merrem dua di diplomatikisht ky Po. zotëria ka thonë as mish, as pesh, jam diplomat, thonë do them asgjë. asgjë. Realisht ai ka përmendur pastaj Endri atje që mund të ketë qasje tjetër pa paragjipuar Endri. Mund të shikoj këtë pjesën e mirë, pra pozitiviste, kurse unë këtu si grinjar që jam, duhet të shikoj këtë fjalën banda. Tani, kur unë lexoj tek ambasadorja i OSBE-s, lexoj në deklaratën e tij fjalën banda, unë them këtu ka diçka jo që nuk shkon, por që është për të vënë kujen. Se ambasadori i BE-s nuk e thot këtë gjë në Rumani, Bullgari, Maqedoni, Kosovë. E tha këtu, dhe çfarë do të thotë? Që do të Çfarë thot, duhet kuptojmë? do të thotë që këto zgjedhje, Parajmëron mos njohje zgjedhjesh, se këtë po të pyes. po pra, dhe unë këtë po flas. Se nëse ai flet për banda, Në unë këtë po flas. Unë po them domethënë që nëse ky ambasador i BE-s në deklaratën e tij flet për banda, atëherë ai nesër nuk mund të thotë domethënë që këtu që një ditë e bukur me diell. Temperatura 25 gradë ishte gati për të bërë plazh. Se pastaj do duhet domethënë që përgjigjësh veten e tij, ose të na marrin ne për budallënj. Rregull, kjo. E dyta disha ta them që mos e ngatroj. Sot është votuar në disa qendra votimi, ka qenë numërimi elektronik, kryesisht në Tiranë, 101, 3, 5, 8, 9, 10 dhe Burxulli diçka tillë. Kanë qenë disa qendra votimi që kanë qenë me Votim elektronik. Votim elektronik. numërim. Jo, votim elektronik. Votim elektronik. Që do thotë që numërimi rezultati elektronik ka të 10 më duket. numërimi elektronik ka dhe 10, që do jepet, domethënë, çfarë do ndodhin, sipas mendimin tim tani mund ta kem dhe gabim, sepse kjo është thjesht qasje. Kjo red do ketë edhe një lloj trendi Po? në orën 10, 11, 12 të natës, që neve do jemi të yshtur për të shikuar a filloi numërimi, kush po fiton e kush po, do jetë për mendimin tim edhe një lloj trendi se nga do maj ka huj votës. Pse e them këtë? Po ta shohim te, Po, okay. pse e them këtë? Njësia 10 në Tiranë njihet si njësi bastioni PD-s. Po. Okej? Në qoftë se aty fiton PS-ja, mos prisni pasaj që PD-ja të fitojë në Elbasan apo në Durrës apo në Vlorë, apo në Gjirokastër. Këtë disha këtë. Pra mund ta domethënë është një mesazh që mund Unë kështu e lexoj, mund pastaj mund ndikoj po thua. jo ndikon se votat janë hedhur, Jo, po jep perceptimin. Jep perceptimin, jo mesazhin. Jep një Demoralizon perceptim. edhe numëruesit. Jep perceptimin se si mund të Në shkojë. kuptimi demoralizon numrin. Edhe një, po ta them që të mos keq kuptohem. Njësia 10 është bastioni i PD-s. Edhe 8 madje, po duhesh ti. Po 10 ka qenë bastioni i PD-s. Në rregull? Në qoftë se te kjo do verifikohet në 11-12 natës, do dalin rezultati zgjedhjen 12 natës së kësaj, maksimumi po them. Okej. Atë aty ka fituar PS-ja